إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Vërtet falënderimi i takon I gjithë Allahut. Atë falenderojmë, prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë dhe tek Ai pendohemi. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut nga sherri I vetvetes son dhe nga veprat tona të këqija. Atë që Allahu udhëzon në rrugën e drejtë, askush nuk mund ta humbas. E atë që Ai e humbi, askush nuk mund ta udhëzojë përpos Tij. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut, një të pashok, dhe dëshmoj se Muhamedi është robi Allahut dhe I dërguar I Tij. O ju që keni besuar, keni frikë Allahun ashtu siç duhet pasur frikë prej Tij dhe mos disni dyshe verse duke qenë musliman. O ju njerëz, keni frikë Zotin tuaj, I cili ju krijoi prej një njeriu të vetëm dhe prej Tij krijoi bashkëshortën e Tij dhe prej atyre të dyve shpërndau shumë burra e gra. Andaj keni frikë Allahun me emrin e të cilit I kërkoni njëri tjetrit dhe ruajini lidhjet farefisnore. Vërtet Allahu është kurdoher mbikëqyrës me ju. O ju që keni besuar, keni frikë Allahun dhe thoni fjalë të drejta. Ai do t'u përmirësojë veprat tuaja dhe do t'u falë gjunahet tuaja. E kush I bindet Allahut dhe të dërguarit të Tij, vërtet ai ka arritur një fitore të madhe dhe të bujshme. Më pas, vërtet fjala më e vërtet është libri I Allahut. Udhëzimi më I mirë është udhëzimi I Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Gjërat më të këqija janë risit dhe shpiket në fe. Çdo risi është bidat, çdo bidat është humbje dhe çdo humbje të çon në zjarr. E më pas, o ju njerëz, keni frikë Allahun me devotshmëri të vërtet dhe dijeni se nuk do të qëndroni përgjithmonë në këtë botë. Ju do të kaloni në një banesë tjetër. Më parë do të hyni në varrezat tuaja, pra në varret tuaja të lidhur me veprat tuaja. Pastaj pas ringjalljes dhe kthimit te Zoti I botëve do të shpërbleheni sipas tyre. Do të merreni llogari për to, do të pyeteni për amanetet që u qenë besuar. Prandaj keni frikë Allahun dhe përgatituni për ditën e kthimit tek Ai. O ju musliman, amaneti me të cilin Allahu subhanahu wa taala ka ngarkuar bijtë e Ademit është një përgjegjësi e madhe dhe ka një pozitë madhështore. Të paktën ata që e përmbushin atë, ndërsa shkaku I mangësisë në të nuk është tjetër veç se padrejtësia dhe padituria. Allahu I lartësuar ka thënë: Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Ne u paraqitëm amanetin qiejve, tokës dhe maleve, por ato refuzuan ta mbajnë nga pesha e Tij dhe u friksuan prej Tij, ndërsa njeriu e mori atë përsipër. Vërtet ai u tregua shumë I padrejtë dhe shumë I paditur. Vazhdon ajeti dhe thotë që Allahu I dënoi hipokritët dhe hipokritët, idhujtarët dhe idhujtarët, dhe që Allahu t'u pranoi pendimin besimtarëve dhe besimtareve. Allahu është falës I madh dhe mëshirëplot. O ju musliman, përgjegjësia e amanetit është një përgjegjësi madhështore. Njeriu do të qëndrojë para Allahut dhe do të pyetet për të. O ju musliman, dijeni Allahu begatoft se ndër amanetet më të mëdha që Allahu ju ka besuar janë fëmijët tuaj. Brezi I ri është përgjegjësia prindërve të tyre. Baballarët dhe nënat do të ndalen për të pyetur dhe do të mbajnë përgjegjësi të plot. Mos mendoni se fëmijët vinë në jetë dhe se ju duhet të kujdeseni vetëm për rehatin dhe nevojat e tyre trupore. Jo, fëmijët ose do të jenë një investim dhe përfitim I mirë, ose do të jenë një përfitim I keq. Nëse ata janë një përfitim I mirë, lumë për ato musliman dhe muslimane. E nëse janë ndryshe, atëherë le të mos fajsoj për këtë askënd tjetër përveç vetes së tij. Allahu I lartësuar thotë: Ja eyyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara 'alayha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Thotë I lartësuari:
O ju që keni besuar, ruajini veten tuaj dhe familjet tuaja nga një zjarr, lënda djegëse të cilit janë njerëzit dhe gurët. Mbi të janë ëngjëj të ashpër e të fortë, të cilët nuk e kundërshtojnë Allahun ato që urdhëron dhe veprojnë atë që urdhërohen. Po ashtu ka thënë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam në hadithin e saktë të njohur nga shumica e muslimanëve, ka thënë: kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته الرجل راع على بيت سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Këta hadith thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, secili prej jush është bari dhe secili prej jush do të pyetet për kopen e tij. Imami është bari dhe do të pyetet për kopen e tij. Burri është bari në familjen e tij dhe do të pyetet për ta. Gruaja është baresh në shtëpinë e burrit të saj dhe do të pyetet për ta. Shërbëtori është bari në pasurinë e zotërisë së tij dhe do të pyetet për ta. A nuk është kështu që gjithë secili prej jush është bari dhe gjithë secili prej jush do të pyetet për kopen e tij. Hadithi është i saktë, tham, e përcjell Buhariu dhe Muslimi. O ju musliman, a nuk i mjafton një muslimani që i friksohet Allahut dhe ka devotshmëri ndaj tij pasi dëgjon këtë ajet? Edhe sikur në librin e Allahut të mos kishte tjetër ajet përveç këtij ajeti, pra rreth amanetit, ai do të mjaftonte. E si atëherë kur ka edhe 10 ajete të tjera që e pasojnë, e përforcojnë dhe e madhështojnë atë? Edhe sikur të mos kishte asnjë hadith tjetër nga pejgamberi fisnik sallallahu alaihi përveç këtij që dëgjuam, ai do të mjaftonte. E si atëherë kur ka qindra hadithe që të gjitha e përforcojnë dhe mbështesin këtë? O ju musliman, ju po hyni në një pushim të gjatë, pra pushimet e verës, dhe fëmijët do të jenë të lirë duke shkuar e ardhur sipas dëshirës. Nuk është çudi që të vegjëlit ose adoleshentët të bien në pakujdesi dhe argëtime të kota. Çudia është që prindërit të mos kujdesen dhe prekupohen për ta. Prandaj babai duhet të kujdeset për djemtë e tij dhe nëna për vajzat e saj, dhe secili prej tyre të mos largohet nga vëzhgimi dhe shikimi i tyre qoftë edhe për një çast. O ju musliman, fitimi më i mirë dhe investimi më i mirë është fëmia i mirë. Kur biri i Ademit vdes, siç ka ardhur në hadithin e saktë, veprat e tij ndërpriten përveç 3 gjërave. Njëra prej tyre është waladun salih yad'u lahu, fëmia i devotshëm dhe i mirë që lutet pra për prindin. Nëse ju o musliman e përmirësoni edukimin e fëmijëve tuaj dhe i rritni ata me edukat të mirë, atëherë përgëzoni me mirësi në këtë botë dhe në botën tjetër. Me qëndrueshmërinë e bindjen ndaj Allahut, me devotshmëri, me mirësi ndaj jush, me shërbimin e tyre pra fëmijëve ndaj jush në këtë botë dhe me bashkimin me ta në xhenetin e Adnit në botën tjetër. Allah na bëj prej tyre. Allah lartësuar ka thënë: "Walladhina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min shay kullu imrin bima kasaba rahin." Thotë i lartësuari, e ata që besuan dhe pasardhësit e tyre i ndoqën në besim, pra në iman dhe vepra të mira, ne do të bashkojmë atyre pasardhësit e tyre dhe nuk do të paksojmë asgjë nga veprat e punët e tyre. Çdo njeri është peng i asaj që ka fituar. Pash Allahun, është një neglizhencë e madhe dhe humbje e qartë që babai të merret llogari për djalin e tij dhe nëna për vajzën e saj, sepse u humbën kohën dhe nuk u kushtuan atyre as pak vëmendje. O ju musliman, fëmia nëse rritet në mbikëqyrjen e prindit të tij, do të përmirësohet pas suksesit që jep Allahu, me ndihmën, mirësinë dhe kujdesin e tij. Por nëse rritet larg syrit të babait të tij, atëherë do të dominohet nga shokët e kyçinj, ndejat dhe shoqëria e tij, e kush e di se ku do të përfundojnë fëmijët. Kështu edhe nëna, nëse vajza qëndron me shoqet e kolegët e saj, ndërsa nëna është e pavëmendshme ndaj saj, sidomos në këtë kohë kur shumë prindër janë të prekupuar me dynjan dhe vetëm me nevojat e fëmijëve të tyre në të.
Allah më shirov pra fëmijët që të ruhen nga kjo atëherë, si pasojë është humbja e vajzave. La hawla wala quwata illa billah. Nuk ka ndryshim gjendje e fuqi dhe as forcë verse me Allahun subhanahu wa taala. Ndër të këqijat më të mëdha gjatë këtyre pushimeve është që djemtë e vajzat të lihen rrugëve ose në portregje për të bredhur e për të argëtuar. Sa shumë ujqër e qenë të ligj presin viktima të pafajshme që të bie në kurthin e tyre, e më pas e kafshojnë dhe shkatërojnë, pastaj prindërit e tyre kafshojnë gishtat e pendimit, por pendimi atëherë nuk sjell më dobi, sa djemt kanë rënë në grupe kriminale, e më pas prindërit kanë kafshuar gishtat e pendimit, por pendimi në atë kohë nuk u ka bërë dobi. Sa vajza të mira dhe të ndershme janë prishur moralin e tyre, si shkak e shoqërisë së keqe, dhe prindërit kanë kafshuar gishtat e pendimit, por se pendimi nuk u bën më dobi. Prandaj keni frikë Allahut, o robërt e Allahut, dhe mbi kthyreni këtë amanet që ju është besuar. Fëmijët janë ndër përfitimet më të mëdha. Nëse ju kujdeseni për edukimin dhe përmirësimin e tyre, do të përfitoni prej tyre në këtë botë dhe në botën tjetër. Por nëse tregoni të shkujdesur dhe neglizhent në këtë detyrë, atëherë mos fajsoni askën tjetër përveç se veten tuaj. Prandaj, o robët e Allahut, kujdesuni që fëmijët të jenë të qëndrueshëm në kryerjen e detyrimeve që Allahu i madhëruar u ka bërë obligim, si namazet e detyrueshme. Largojeni nga gjërat e ndaluara dhe veprat e këqija, angazhojeni në ato që u sjell dobia e tyre në fen dhe jetën e tyre, qoftë në rrethet e dijes së dobishme dhe këshillave fetare me vlerë. E nëse ky i ri nuk ka prirje për dituri, pra të dobishme fetare, atëherë në kurse dhe vende ku mësohen zanate dhe profesione të ndryshme. Nëse askjo nuk është e mundur, atëherë merre me vete në dyqanin, tregtin tënde apo në fermën tënde. E nëse askjo nuk është e mundur, të paktën shoqëroje gjatë pushimeve dhe kushtoj një pjesë të kohës sate që të jetë në mbikëqyrjen tënde. Nëse nuk mund t'i bësh të gjitha këto, atëherë së paku pengoje nga e keqja dhe shokët e këqij, sepse kjo është sadaka prej teje për të dhe për vetveten e tij. Allahu më begatoft mua dhe ju me Kur'anin madhështor dhe më bëft mua dhe ju të përfitojnë nga jetët dhe përkujtimet e tij plot urtësi. I them këto fjalë dhe kërkoj falje për Allahut për veten time dhe për ju dhe për gjithë muslimanët për çdo gjuna. Kërkojeni faljen e tij sepse ai është falës i madh dhe mëshirshëm. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. Falënderimi i gjithë i takon Allahut Zotit të botëve. Përfundimi i mirë është për të devotshmit dhe nuk ka armiqësi të lejuar vetëm se për zullumqtarët dhe mizorët. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut, një dhe të pashoft, mbajtësi i qiejve dhe i tokës, dhe dëshmoj se Muhamedi është i dërguar i tij, është prisi ynë dhe është robi i Allahut. Ai e përcolli mesazhin, e përmbushi amanetin, e këshilloi ummetin dhe luftoi në rrugën e Allahut, ashtu siç duhej derisa i erdhi atij vdekja nga Zoti i tij. Lëvdata shumë dhe shpëtimi i madh i Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi ata që i pasojnë me mirësi deri në ditën e gjykimit. E më pas, o ju njerëz, vërtet pak fjalë të dobishme mjaftojnë në vend të shumë fjalëve dhe retorikave dhe fjalive boshe. Një fjalim i shkurtër mjafton pa pasur nevojë për zgjatje, kur arrin tek veshi dhe prek zemrën e kujdesshme dhe të interesuar. O ju musliman, këto ditë që po afrohen janë ditë të cilat të rinjt dhe të rejat luajnë, bredhin dhe argëtohen. Edhe fëmijët e vegjël luajnë, bredhin dhe argëtohen. Ne nuk themi se loja e lejuar dhe argëtimi i lejuar janë të ndaluara. Jo, as pak. Zemrat kanë nevojë të shlodhen her pas here, sepse kur lodhen tepër ato verbohen dhe mërziten. Por ajo që ne qortojmë dhe ndaj së cilës paralajmërojmë njerëzit e mençur para njerëzve të mirë dhe dietarëve, është lënia e djemve dhe vajzave krejtësisht të lirë, pa mbikëqyrje e pa kontroll, që as babai të mos pyes për djemtë e tij e as nëna për vajzat e saj. Për këtë arsye, gjatë këtyre pushimeve lodhen forcat e rendit, lodhen institucionet dhe njerëzit dëmtohen në vendet publike si pasojë e lënies së fëmijëve pa mbikëqyrës dhe pa ndalues, pra pa kujdestar. Prandaj keni frikë Allahun o vëllezër musliman, keni frikë Allahun në lidhje me fëmijët tuaj,
merruni me edukimin e tyre dhe mbikëqyrjen e tyre, angazhojnë në gjërat që u bëjnë dobi në fen edhe në jetën e tyre të dunjas. Kini frikë Allahun për këta fidan, kini frikë Allahun për këta fidan, kujdesuni për ta me ujitje të mirë dhe me ushqim të pastër që të jap fryte të mira dhe të dobishme. Nëse kujdeseni për ta dhe largoni çdo gjë që e thith ushqimin e tyre, atëherë do të përfitoni nga frytet e tyre të ëmbla dhe të bukura me lenin Allahut. Por nëse tregoni neglizhent, atëherë fruti do të jetë i keq ose mund mos ketë fare fryte. Allah na ruaj nga humbja dhe pendimi i bonuar. O musliman, është detyrë e njeriu të mençur dhe të vendosur fenë e tij, qoftë ai baba apo nën, që ta detyroj veten të jetë serioz dhe i përkushtuar ka fëmijëve. Nëse vepron me seriozitet dhe vendosmëri, nesër do ta falenderosh veten kur shikosh frytin e fëmijëve tu, gëzim për shpirtin tënd, dritë për sytë e tu dhe mirësi në fe dhe në dynja. Atëherë do të qetësohet zemra, do të pushojë dhe do të shprodhe shpirti dhe do të shlirohesh nga shqetësimet pasi rrugët e gjatë e lodhjen e edukimin e tyre. Të dashur vëllezër, nuk është as pak turp që njeriu t'i marrë fëmijët e tij dhe të shkojë me ta në xhami për të kujdeset që t'u japi të lidhi me shtëpinë e Allahut, ose të shkojë në shtëpinë e shenjtë të Allahut në Kabe për të bërë umrën, apo në xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të kaloni me ta aq shkosat ka caktuar Allahu me ty. Pastaj mund të shkoni së bashku në vende të bukura dhe të këndshme, ku ata të shlodhen dhe të argëtohen. Mos thuaj se je i zën ose ke shumë punë dhe angazhime që të pengojnë nga kjo gjë. Për hir të Allahut, për kë po i mbledh lekët, eurot, dollarët, dinarët dhe dirhamët? A nuk është kjo për t'i lumturuar fëmijët e tu? Po, sigurisht. Ti lodhesh, mundohesh dhe mbledh pasuri, pikërisht për t'i bërë ata të lumtur. Por nëse i lumturon ata fizikisht, ndërsa i humbet nga ana e zemrës, shpirtit dhe mendjes, a është vallë kjo lumturi? Jo, pashallah, lumturia e vërtet është të qëndrosh i lidhur me devotshmërinë dhe frikësimi i karshi Allahut, si në fshehtësi ashtu edhe në publik. Ka thënë poeti, nuk është lumturia në grumbullimin e pasurisë, vërtet i lumturi është poseduesi i devotshmërisë. Prandaj këshillojini veten tuaj o vëllezër, dhe mbikëqyrini dhe kujdesuni për fëmijët tuaj, mos i lini të largohen nga vështrimi dhe kujdesi juaj, sepse nëse tregoni neglizhencë ndaj tyre, nesër do të korrni frytin e kësaj neglizhence dhe shkujdesje. Dijeni se rinia, koha e lirë dhe pasuria janë shkak i madh për prishjen e njeriut. Ka thënë një prej dietarëve Ebu el-Atehije, poet i madh arab, a nuk e di o Mujashi ibn Mes'ade se rinia, koha e lirë, pasuria për njeriu janë prishje të gjitha këto, e çfarë prishje e madhe që është ajo. Prandaj keni frikë Allahun o musliman, keni frikë Allahun për veten tuaj dhe amanetin me të cilin jeni ngarkuar. Kryeni detyrën ndaj tij ashtu siç duhet që nesër ta falenderoni veten tuaj për këtë, inshallahu taala, dhe dini faqebartë tek Allahu subhanahu wa taala. O musliman, dijeni se Allahu i lartëmadhëruar na ka urdhëruar me një çështje të cilën ai e filloi me veten e tij, pastaj me lekët e tij që e madhrojnë dhe lartësojnë atë më pas juve, besimtarëve prej gjinëve dhe njerëzve, thotë i lartësuari inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Vërtet Allahu dhe melekët e tij dërgojnë salavate mbi pejgamberin. O ju që keni besuar, dërgoni salavate mbi të dhe përshëndeteni me selam të plot. Po ashtu pejgamberi selam ka thënë, ndër ditët tuaja më të mira është dita e xumë. Prandaj shtoni salavate mbi mua në këtë ditë, sepse salavatet tuaja më paraqiten mua kudo që të jeni. Ata thanë, o i dërguari i Allahut, si do të paraqiten ty salavatet tona kur trupi yt do të jetë tretur? Ai tha, Allahu ja ka ndaluar tokës që ti tres trupat e pejgamberëve. Po ashtu profeti alayhis salam ka thënë, kush dërgon një salavat të vetëm mbi mua, Allahu dërgon mbi të 10 salavate. Dhe ka thënë, kopraci është ai që në prezencë të cilit përmendem unë, ai nuk dërgon salavat mbi mua. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. O Allah, dërgo salavate, bekime dhe shpëtime të mëdha mbi profetin ton Muhammed, mbi familjen e tij dhe me gjithë shokët e tij, ashtu siç dërgoi mbi Ibrahimin dhe familjen e tij, vërtet ti je i lavdëruar dhe i madhrishëm. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa aqimis salata inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Zoti ynë,
na jep të mira në këtë botë dhe të mira në botën tjetër dhe na ruaj nga dënimi i zjarrit dhe krye namazin. Vërtet namazi largon njeriu nga veprat e turshme dhe të këqija. Dhe përmendja e Allahut është më e madhe. Allahu e di më së miri atë që veproni. Walhamdulillahi rabbil alamin.